Atëherë nderuar miq, jemi drejt për drejt këtu në Pallatin e Sportit sapo ka përfunduar takimi pra mes Shqipërisë dhe Kosovës. Kemi trajnerin Erkan Karaj, ndërkohë që bashkë me mua është dhe gazetari Art Motion, Ulpiana Emra. Përshëndetje. Sot do e ndajmë bashkë intervistën. Kështu që si vajzë ti po e fillon e para. Faleminderit shumë, me të vërtet kënaqësi në këtë ditë feste realisht të jemi bashkë dhe t'i zhvillojmë edhe intervistat bashkë. Trajner, ishte një ndeshje ku Kosova e kontrolloi pjesën më të madhe, megjithatë me ato 3 pikëshat goxha treguat paraqitje të mirë, por rezultati në fund ishte në të mirë Kosovës. Po, me thënë drejtën ne prisnim sepse Kosova ka lojtar shumë të mirë me eksperiencë më të madhe, neve jemi po themi në një rotacion brezash edhe normalisht presim që djemt tanë të rriten edhe të krijojnë eksperiencë dhe dinim që kundër Kosovës do ta kishin të vështirë pikërisht për kësaj gjë. Dhe eksperjenca u dallua, sidomos te Berisha që u munduam në disa mënyra për ta ndaluar, por dihet që ai është lojtar kualitativ, ka cilësi edhe e tregoi edhe sot. Pjesa e parë, pse nisi ashtu për Shqipërinë ndërkohë që rikuperuat shumë në pjesën e dytë, nuk mund të ndodhte kjo që në fillim e vuajtet emocionalisht? Por, me thënë drejtën po, përgjithsisht po i vuajmë ndeshjet në shtëpi. Thash, edhe kjo vlen edhe si rrjedhore lojtarëve të ri që nuk kanë eksperiencë shumë, nuk kanë shumë lojë ndërkombëtare në shtëpinë, edhe ndeshjet në shtëpi po i nisim shumë dobët. Por shpresojmë që me kalimin e kohës dhe me rritjen e këtyre djemve të ndryshojmë paraqitjen në shtëpi sidomos. Trajner, kur po thuani të ndryshojmë paraqitjet, çka mendoni saktësisht si ekip që duhet të përmirësoni në ndeshjet e radhës? Po të kontrollojmë mbrojtjen në radhë parë, po themi detyrat që kemi dhënë, sepse ne e nisëm që me lojtarin kryesor është Berisha, siç edhe u treguan në fund, pikërisht aty edhe çaluam. Domethënë që për shkak të ndrojes apo për shkak të mos eksperiencës, gjërat që bëjmë në servite, gjërat që themi nuk i ekzekutojmë dot në lojë. Sa i përket ndrimit të brezave, duket sikur po vazhdon shumë gjatë ndrimi i brezave tek Shqipëria dhe kemi nisur këtë fazë me 2 humbje. Po tani nuk e di sa gjatë po thua, po megjithatë ndrimi i brezave kërkon kohë, edhe të kërkon që këta djem të rriten, të krijojnë eksperiencën e tyre, duhet edhe durim normalisht nga të gjithë specialistët, nga tifozat, duhet mbështetje në fund ditës. Nga unë trajner, nga federata e kam mbështetjen, po edhe nga tifozat dhe nga opinioni publik duhet mbështetje, sepse po kanë talent, kanë mundësi që të tregojnë, por që vlen që ajo që thashë, duhet disa ndeshje tjera që të krijojnë eksperiencë të duhur. Falenderojmë trajnerin, ishte kënaqësi dhe ju urojmë suksese. Faleminderit. Okej, ne jemi dhe në pritje të trajnerit të Kosovës, Bujar Loci. Po përshojmë që po afrohet tashmë edhe trajneri Bujar Loci. Urime për fitoren. Trajner, urime. Atëherë trajneri kontrolluat ndeshjen që nga fillimi deri në fund, paraqitje fantastike e Dardan Berishës, por e pam edhe një rikthim dhe lojë shumë mirë edhe të Rion Kastratit edhe djemve tjerë. Po këta djemë janë lojtarët më të mirë të Kosovës, të cilët i kemi, kanë kvalitet jashtëzakonisht të madh, gjë që e treguan edhe sonte mirë, po kanë qenë të gjithë 12 lojtarët të Kosovës, të cilët na kanë jep energji, na kanë stimulu për me lujt mirë sonte. Besoj që basketbolli i Kosovës ka treguar sonte që ka një cilësi të lartë. Atëherë unë doja të bëja një pyetje më tepër se sa loja për emocionet e tua personale. 25 vite më parë ke qenë në parket si lojtar, tani si trajner po ndaj Shqipërisë, por ndeshja ishte zyrtare. Jo, unë për saktësi kam qenë 96. 96 në ka qenë ndeshja e parë në Aslan Rusi, kemi luajtur me veteran, na kemi luajtur me ekipin e parë të Shqipërisë. Ajo ka më shumë se 25 vjet. Mirë, po atëherë kemi kaluar ilegalisht kufinin këtu të Bozajt, kurse sot jemi në kushtet më të mira, në kushtet të cilat Federata e Basketbollit të Kosovës ja mundson jo vetëm në nivel të basketbollit ballkanik, mirë po në nivel të basketbollit evropian, gjithë që neve na jetet vetëm ato të shpërblejmë me lojën e parket. Unë doja të të pyesja për ecurinë e Kosovës, pra duke parë Slovakinë që me vështirësi fitoi me Shqipërinë. Ju e mundët në një farë mënyrë lehtë Shqipërinë sot. Mendon që Kosova mund ta mbyllë në vendin e parë grupin C?
Po, unë shpresoj që do ta mbyll në vendin e parë, mirë po nuk është e meritueshme dhe nuk është meqëm më fort para se të luhet loja. Nuk di cilët lojtarë të Slovakisë kanë qenë atë ndeshje, se ne kur jemi ballafaquar më herët me Slovakinë, ka qenë një ekip krejtësisht tjetër. Ndasta është ndrimi i gjeneratave, nëse është ndrimi i gjeneratave, atëherë kemi një shans jashtëzakonisht të mirë që të mbyllim në vendin e parë. Trajner, arritët fituren, po e themi, me lehtësi sonte. Megjithatë, sipas juve, a keni pika të cilat duhet i përmirësoni për ndeshjet e radhës? Po normalisht që ka pika gjithmonë, edhe unë nuk jam i mendimit që ka qenë fitore e lehtë. Ka qenë fitore 40 minuta ku dy posedimet e topit kanë mujt me ndiku shumë edhe në ramjet rezultate, gjë që atëherë kishim pas probleme më të mëdha. Kurse duke marrë parasysh siç thatë edhe ju, këta lojtarë të mi kanë kontrollu lojën dhe me atë kontroll të cilët i kanë bërë posaçërisht 10 minutave të 10 minutat e mroma, atëherë edhe e curia e lojës ka shkuar ashtu siç ka përfunduar. Okej, dhe një pyetje të fundit, unë e pyeta dhe trajnerin Karaj për brezin e tyre që janë djemë të rinj dhe ata tani po e ndrojnë brezin, ndërkohë që mendoj edhe juve po ju vjen koha për të ndruar një pjesë të mirë të lojtarëve, gati 7 lojtarë janë mbi 30 vjeç. Po plotësisht fajtona me ju, mirë po kur i keni lojtarë të një cilësie jashtëzakonisht të lartë të cilët i ka Kosova, ka vështirësi dhe më bën ndrimi i gjeneratave. Nëse bëhet ndrimi i gjeneratave, atëherë është një vakum aq i madh që nuk di çu do ta përballoj Federata Basketbollit Kosovës. Trajner, faleminderit shumë, edhe urime edhe një herë për fitore. Sukses edhe vendin e parë. Faleminderit. Okej, do ta mbyllim bashkë. Atëherë për herë të parë kemi qenë në një lidhje Radio Televizioni Shqiptar dhe Art Motion. Si u ndjeve këtu në Shkodër? Me të vërtet ka qenë kënaqësi, edhe pse kjo ishte një ndeshje zyrtare, ndeshja e parë zyrtare mes Kosovës dhe Shqipërisë. Gjithë i kishim emocionet ndryshe sonte dhe ishte një fest pikërisht në Prag, në ditët e festës së flamurit, festuam bashkë këto, dikush është dashur me fitu. Ke qenë dhe vjet në Vlorë me Ligën Unike. Vlora apo Shkodra, zgjidh? Mos ma bë këtë pyetje. Shqipëria është nana jonë, mama Shqipërisë, siç e themi ne, edhe kënaqësi është gjithmonë me qenë edhe me juve bashkë, edhe në sidomos këtë transmetim, me të vërtetë ishte kënaqësi. Okej, faleminderit edhe juve. Mirë, nderuar miq, këtu po e mbyllim bashkë. Uroj ta keni shijuar këtë sfidë, intervistat e trajnerëve. I urojmë shumë Kosovës për fitoren e stërmirituar ndeshja dhe i urojmë që ta mbyllin në vendin e parë në grupin C. Deri në transmetimin e ardhshëm, bashkë mirupafshim. Mirupafshim.